Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 17 prill dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Prill. Ngjarje 1941, lufta e dytë botërore, ushtria e Jugosllavisë dorëzohet. 1977, në Liechtenstein, gratë votojnë për herë të parë në zgjedhje të lira. Lindje 1894, lindi Nikita Khrushchev, politikan sovjetik. 1948, lindi Jan Hammer, kompozitor. Vdekje 1810, vdiq Harald III, mbreti i Danimarkës. 1711, vdiq Joseph I, perandor austriak. 1790, vdiq Benjamin Franklin, filozof dhe politikan amerikan. 1999, vdiq Ismet Mustafa. 2014, vdiq Gabriel Garcia Marquez. Festa dhe përvjetore. Festa e flamburit në Samoa. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e James Joule, i cili është një fizikant i njohur. Ai ka lindur më 24 dhjetor të vitit 1818 dhe ka vdekur më 11 tetor të vitit 1889. Joule studioi natyrën e nxehtësisë dhe zbuloi lidhjen e saj me punën mekanike. Kjo çoi në ligjin e ruajtjes së energjisë, e cila çoi deri në zhvillimin e ligjit të parë të termodinamikës. Njësia rrjedhëse në sistemin SI e energjisë është Joule, u emërua pas vdekjes së James Joule. Ai punoi me Kelvinin për të zhvilluar shkallën absolute të temperaturës, i cili u quajt shkalla Kelvin. Ai zbuloi lidhje mes rrymës elektrike nëpërmjet rezistorit dhe shpërndarjes së nxehtësisë, që u quajt ligji I parë I Joulet. Ai ishte djali I parë I Benjamin Joule. Joule ishte mësuar si I ri nga shkencëtari I famshëm John Dalton dhe ishte ndikuar nga kimisti William Henry, nga inxhinierët Peter Ewart dhe Eton Hutchinson. Ai ishte magjepsur nga elektriciteti dhe së bashku me të vëllain e tij eksperimentuan duke dhënë troditje elektrike njëri tjetrit. Teoria e kinetikës. Kinetika është shkencë e lëvizjes. Joule ishte nxënës I Daltonit dhe nuk është e befasueshme që ka mësuar në teorinë atomike, edhe pse kishte shumë shkencëtar në kohën e tij që ishin skeptik. Ai ishte një nga njerëzit që neglizhoi punën e John Haperath në teorinë kinetike të gazeve. Joule perceptoi lidhje mes zbulimit të tij dhe teorisë kinetike të nxehtësisë. Shënimet e tij laboratorike zbuluan se ai besonte që nxehtësia është në formën e rrotullimit, në vend se emocion përthyes. Familja. Në vitin 1847, ai u martua me Alice Grimes. Martesa e tyre ishte e shkurtër pasi ajo vdiq. Ata kishin 3 fëmijë: Benjamin, Arthur Joule, Alice Amelia Joule dhe Henry, I cili vdiq vetëm 3 javë pasi lindi. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlera e ushqyese të frutit araza. Me origjinë në pjesën perëndimore të Amazonës, araza është një frut egzotik I cili tradicionalisht konsumohet si lëng. Është një burim I mirë I vitaminave dhe mineraleve dhe përmban nivele të larta të azotit dhe kaliumit. Gjithashtu, ai përmban mjaft nivele të larta të vitaminës C. pH-i I aciditetit është 2.4 dhe për këtë mundson
që stomaku ta ketë më të lehtë që ta bluaj dhe ta konsumoj këtë frut. Kontrollon presionin e gjakut. Fruti araza është një burim i mirë i vitaminave, mineraleve dhe lëndëve ushqyese thelbësore. Është i lartë në vitaminë C dhe përmban disa minerale duke përfshirë kalciumin, magnezin, fosforin, kaliumin dhe hekurin. Ai gjithashtu përmban disa vitamina të tilla si tiamin, riboflavin dhe niacin. Parandalon kancerin. Fruti araza është i pasur me antioksidant të fuqishëm, të cilët janë përbërës dhe ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi. Këta antioksidant mund të ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe të ngadalsojnë procesin e plakjes. Të pasura me lëndë ushqyese, fruti araza është një burim i mirë i fibrave dietike, të cilat mund të ndihmojnë në promovimin e shëndetit të tretjes. Ngrënia e një diete të pasur me fibra mund të ndihmojë në parandalimin e kapsllëkut dhe nxitjen e lëvizjeve të rregullta të zorëve. I pasur me antioksidant, ky frut përmban shumë kalium, i cili është një mineral i rëndësishëm për shëndetin e zemrës. Kaliumi ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut dhe zvoglon rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Rrit imunitetin. Fruti araza është i pasur me vitaminë C, e cila është një lëndë ushqyese e rëndësishme për imunitetin. Vitamina C ndihmon në mbështetjen e sistemit imunitar dhe mbrojtjen e trupit nga infeksionet. Shëndeti i tretjes. Fibra dietike në këtë frut ndihmojnë në mbajtjen e sistemit të tretjes të shëndetshëm dhe funksionimin e duhur të tij. Shëndeti i lëkurës. Vitamina A e gjetur në këtë frut ndihmon në reduktimin e shenjave të plakjes dhe për të mbajtur lëkurën të duket e shëndetshme. Humbje peshe. Përmbajtja e lartë e fibrave të araza ndihmon në promovimin e humbjes së peshës, duke u mbajtur të ndiheni të ngopur për një kohë të gjatë. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 17 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me alternime mes vranësirave dhe kthjellimeve, si dhe rreshje shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në jug dhe juglindje priten rreshje shiu. Pasditja sjell përmirësim të përkohshëm të motit në zonat bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:51, ndërsa perëndimi rreth orës 19:29 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 16 deri në 25 gradë Celsius, Kukës 12 deri në 21 gradë Celsius, Peshkopi 12 deri në 19 gradë Celsius, Tiranë 16 deri në 25 gradë Celsius, Durrës 16 deri në 26 gradë Celsius, Kavaj 15 deri në 23 gradë Celsius, Elbasan 17 deri në 24 gradë Celsius, Berat 15 deri në 23 gradë Celsius, Korç 8 deri në 17 gradë Celsius, Vlorë 16 deri në 24 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 23 gradë Celsius, Sarandë 17 deri në 23 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës.
Territori i Kosovës për datën 17 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbrezë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:44 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 9 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 9 deri në 18 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 21 gradë Celsius, Pej 9 deri në 21 gradë Celsius, Prishtinë 9 deri në 20 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 23 gradë Celsius, Malishev 10 deri në 21 gradë Celsius, Gjilan 7 deri në 19 gradë Celsius, Ferizaj 9 deri në 20 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 19 gradë Celsius, Suharek 10 deri në 22 gradë Celsius, Prizren 9 deri në 19 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu nëse dëshironi që të ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.